Noise ka qit album. Icon i pat 19 kong. Icon definitivisht është ma shumë pasqyrë se sa icon, se sa ikon, reflekton një artist që po përpjeket me rujt relevancën me një treg që e ka ndryshu kodin, e ka switch pinin. Ka momente sinqeriteti e ndershmërie të admirueshme, muj me thonë, ka bashkëpunime që performojnë mbi nivelin e zakonshëm, po si trup i vetëm, albumi ma shumë ta jep një ndjesit, një rrëfimi pa naj linje narrativ qartë. Noise mbetet the big boy I lojës, jo se është ma I mprehti me laps, po se I besojna kur fol. Nuk e di sa është e mjaftueshme kjo për me majt interesum rreth muzikës tij pafundësisht audiencën. Icon nuk menoj që është dështim e as nuk menoj që është triumf. Është tipik Noise projekt, menoj që secili prej juve që jeni tash për në kritika ndaj këtij albumi, e keni një dozë të hipokrizisë në vete, s'muni me prit diçka ma shumë se kur s'tka jep në isan ma shumë, e as nuk ka premtu diçka ma shumë. Qysh e shoh unë është një përpjekje për me majt fronin të ndryshu kursin, po pa plan konkret. Qapat, pa, është një prej atyne kongëve ose momenteve të ralla ku Noise shvishet emocionalisht, nuk e I njëron elefantin dhom, fol për dramat me Klevjen, medi senin rrjetet sociale, ose të paktën nën kuptime subliminal. Versi I dytë në qëtë kongë, letësisht muj me thonë që është prej ma të mirëve në album. Një trek tjetër që m'la përshtypje është Dikur, është, edhe pse kjo ke ma shumë arenë e Shadowit, një vers që s'tlen me hup fokusin, artikulimi, struktura, shpërthimi emocional, gjitha ken sinkron perfekt këto, është një denim I heshtun për Noisin kjo që mas kaq shumë vjetve hala s'ka arrit me naj vers me pasi kaq shumë tension në interpretim, po unë menoj që definitivisht Shadow është dëshmia se OTR ka dhe repera, jo veç figura publike. Qa ka tjetër prej kongve Çanta ke një udhëtim eksperimental, kështu me aromë të djemit edhe pak nuanca lounge-ish. Jo nej kong që ka me pështu komplet albumin kështu sa I përket numrit që I arrit ratingun vlerën, po një përpjekje për me lëviz pa kufi zakonshëm që I ka Noise. Megjithatë menjher mas saj vjen konga faster, edhe tani një zinxhir I kongve që duken si eksperimente laboratorike të papërfundume, pop R&B, bita që kthejnë për një stilin tjetrin pa naj bosht që I bashkon. Thuse është bo ma shumë me knaq algoritmin e Spotify-it, po m'ja fut shpirtit projektit. Qa kem tjetër prej kongve nëndetse, për shembull, është një shembull I qartë I këtij kalimi pa filter në territorin pop, një kong mediocre që I shërben ma shumë tregut se sa vet Noise-it. S'po di që me thonë, sikur një Luan kur munohet me notu në rujë, jo që nashta s'munet, po veç e kupton që nuk e ka venin aty. Definitivisht që kjo ke verdikti jam për albumin e Noise-it, s'ko me u kthy me ngu kur ma, përveç versit Shadowit të Dikur, nashta jam veçone, nashta janë preferencat e mia në pyetje, nashta konsensusi general është që është album I mirë, nashta konsensusi general është që është një album med, unë menoj që Noise thjesht qito e ka kapacitetin, gjithçka që ka lypom ma shumë rreth tij, jena tu bo deluzional, për shkak se kur s'na ka jap ma shumë, as nuk na ka premtu ma shumë, qysh thash. Jo Legs, Xent, originalat. Hej, prakisht a mujna me falenderu sponsorin tam general Alp Car Import, ku I gjeni veturat ma të reja elektrike në shërbim edhe me çmimin ma të volitshëm treg. Originalat ke hard. Xenti reperi prej Shkupit veç 18 vjet I kish, jo që munesh me vrejt muzik, deliverin top notch, zonin, flowin edhe komplet si produkt, kështu qysh po e interpreton, po e bën veten mu duk shumë cool, ton kohën jom të ngu, jolle mas nej me panqa tipik, po e kompleton një super track, qysh po veç atë, jolle si je zës, unë e ton jetën jom plus. Qysh ke edhe një 10 që në shpin, jom ka nina si kur Mesi. Nice, edhe po është me një famën në shpin, në qatë moment, by the way. Simple është I trikut, në fakt e kuptova që ish I trikut skillsave dokna mirë, që e kanë atë kongën
A kom faj që do këna mirë, ajo në këshyrë t'in zati. Po i pej home gjellë jolle me një resht për gjatë kongës. Shkoni ngojeni edhe ktheuni me një koment, kallëzomni çka po menoni poshtë.